Shkolla Teknike Pyjore Koel Margjini në Shkodër po një rritje të interesin ka të rinjt, sidomos nga vajzat në të dy drejtime që ofron, pyje dhe përpunim druri. Këtë vit shkolla ka regjistruar numër më të lartë nxënësish, duke konfirmuar vlerën që arsimi profesional po merr në tregun e punës. Drejtoresha Albana Lleshej thekson se disa prej avantazheve të shkollës janë transporti i siguruar, bursa e plot për nxënësi dhe rrjeti i gjerë i bizneseve partnere, të cilat u krijojnë të rinjve mundësi reale punësimi. Interesi fatmirësisht të vit ka qenë shumë i lartë nga nxënësit. Ne patëm 45 nxënës të regjistruar vetëm për vitin e parë, patëm një rritje të numrit të vajzave dhe çdo vit më shumë në numri i vajzave në këtë shkollë po rritet. Fatmirësisht shkolla ofron shumë për nxënësit, ofron bursë, ofron rimbursim të transportit, ofron akomodim në konvikt falas dhe të gjitha këto gjëra së bashku i japin një vlerë më të madhe, përveç asaj që ne tashmë nxënësit praktika profesionale i bëjnë të gjitha në biznes dhe kjo është një vlerë akoma më e shtuar për këtë shkollë dhe për nxënësit, pasi e prekin punën konkretisht me duart e tyre. Arsimi pyjor në Shkodër ka traditë të hershme, me fillesa që datojnë në vitin 1959, kur u hap teknikumi pyjor 2 vjeçar. Nga viti 1963, ky institucion u shndrua në shkollë të mesme 4 vjeçare, duke formuar breza profesionistësh të fushës.